Informaliteti, ulja e besimit në banka, shmangja e komisioneve dhe taksave si dhe traditat të mbajturit para në përduar janë këto arsye që po i nxisin më shumë qytetarët drejt keshit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se sasia e kesh në ekonomi në vitin 2025 u rrit ndjeshëm, teksa vlera fund të vitit arriti në 4.83 miliardë euro. Në krahasim me dhjetorin 2024, ku paraja që qarkullonte jashtë bankave ishte gati 4.23 miliardë euro, rritja ka vijuar me 600 milionë euro. Kjo është vlera më e lartë e arritur ndonjëherë në vitet e fundit. Kjo lëvizje e lartë e parave në dorë ka kosto të shumta për ekonominë, pasi rrit hapësira për informalitet, e bën më të vështirë luftën ndaj pastrimit të parave, teksa qarkullimi i paras është i pakontrolluar. Gjithsej në ekonominë shqiptare qarkullojnë 1.9 trilion lek, ndërsa paraja kesh përbën 25.4%. Shqipëria ka nivelin më të lartë të paras jashtë bankave së shteteve të tëra të rajonit dhe Evropës. Në Eurozonë, sipas të dhënave nga Banka Qendrore Evropiane, niveli i paras jashtë bankave ishte rreth 9% e totalit, pothuajse 3 herë më pak se norma në Shqipëri. Në shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ky tregues është më i ulët se 10%. Një tendencë rritëse e vazhdueshme e paras kesh pasqyron edhe nivelin e lartë të informalitetit në ekonominë shqiptare. Për reduktimin e pagesave në dorë, Ministria e Financave ka vendosur tavane të reja si për bizneset në 100.000 lek dhe individët deri në 500.000 lek.